Ish kryeministri Sali Berisha, një herë kryedemokrati gjatë një takime me sipërmarrës e punonjës të sektorit fason, premtoi masa të forta për të përmirësuar klimën e biznesit në vend. Ai njoftoi se në programin e tij parashikohet kompensimi plot i humbjeve nga rënja e euros për eksportuesit, si dhe ulja e çmimit të energjisë elektrike nga 18 në 6 lek për bizneset. Sipas i politika aktuale ekonomike, ka sjellë shkatërimin e qindra ndërmarrjeve dhe rritjen e emigracionit. Tër të tjera, ai tha se do të bëjë gjithçka që të mbështesë produktet made in Albania. Do kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me sipërmarrjet, në mënyrë që të ketë, si thosh, një trajnim të vazhdueshëm. Shteti të krijojë të gjithë lehtësira fiskale dhe të tjera për këtë proces. Berisha vlerësoi industrinë fason si një sektor të rëndësishëm për punësimin, prodhimin dhe krenarinë kombëtare, duke theksuar se qeveria aktuale e ka neglizhuar rëndësinë e saj. Ai theksoi se fasonët punëson një numër të madh grash dhe vajzash dhe kërkojnë mbështetje të drejtë për ta, duke garantuar lehtësira fiskale, mbështetje për eksportin dhe përmirësimin e kushteve të punës dhe të jetesës. Në tërësi, shumë më tepër gra se sa burra, për shkak të kërkesave të vëmendjes, të përqendrimit që kërkon imësisë, që kërkon puna e fasonit dhe cilësisë. Tani, ky zotëri që bën xhiro dhe mbledh gratë administratës me detyrim, kudo që shkon, të gjitha rrogtarët, i mbledh, a mund t'i thot atyre ose ndonjë, pse nuk ndihmojnë me qindra ndërmarrje fason që punësojnë, qindra gra dhe vajza dhe mbanin familjet e tyre, por i latë falimentojnë dhe ato të largohen. Ato të largohen, ose të jetojnë në varfëri, ose të marrin rrugë të dhëut për gjetur punë në emigracion. Në fjalën e tij, Berisha tha se ndryshimet e planifikuara që sipas tij do të hyjnë në fuqi pas 11 maj do të krijohet një klimë shumë më miqësore për sipërmarrjen dhe qytetarët. Ai përmendi gjithashtu projekte të tjera sociale si vendosja e minimumit jetik, subvencionimi i barnave dhe dhënia bonuseve për lindjet e reja, duke theksuar se qëllimi është kthimi i emigrantëve dhe ringjallja demografike e Shqipërisë.